Përgjatë rrugës ime është dikush që pret po do të jetë për herë e dy dhe do të më falin ata dashurinë, po ata unë do t'i gjej. Emisioni i parë dhe i vetëm i kulinarisë në Shqipëri që zhvillohet vetëm me audio. Shikojmë çfarë bëhet me Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nëna Bugo. Mirëmëngjes trëndafil me vestë. Kjo është energjia. Mjalt. Urdhrani. Gëzuar Sultan Ovruzin njerëz se nuk jemi uruar nëne. Po. Shumë faleminderit, uratën të keni Ah, dhe shet. jaftën. Ja. Javë të mbar edhe ty. Gjithashtu. Si duket si është moti në Vlorë një herë për të marrë vesh të jugut? E vrejturisht një qikoma, po mirë është temperatura deri në 16. Çishë peça raportimi kohë bëri me erë atleta që frin. Erë atleta që frin jug perëndim. Po, të leta janë në Vlorë, Vlora është behar, nuk është dimër. Lera behar është dhe në dimër nëne. Po. Nëna, ç'a do kemi për drek sot? Sot kemi spageti. Spageti, mo, kush t'ja priste mendja, unë isha priste në gjell, në gjë. Jo se si kohë vrojtur thash fasule. Në spageti me presh, kuptoj. Jo, spageti bolognese. Bolognese, të lutem, na trego çik recetën si e bën spageti bolognese. Si e bën? Patjetër. Do vësh makaronat për të zier, Po. edhe al dente, jo qull. Al dente kështu, do të thotë po si bëhen al dente makaronat? Al dente vën pa qullura, pa kështu. Si e kupton ti nën tani? E kupton me kronometër, me minutazh apo i prek me dorë, i kupton me? Po me dorë do i prekish në pirun e me dorë. Pastaj do i kullosh, po jo deri në fund ti kullosh. Të mbash qikuj? Be, duhet i qikuj. E pak fare. Nuk e di sa do bësh për shembull për një gjysmë kile, 500 gram. Me të bësh 6 kokra vezë të freskëta. Po? Ti ngranish mirë ato vezët. Po? Edhe tu ajpish makaronave brënda edhe pastaj tu edhish parmigiano reggiano. Po ti po flet për carbonara tani. Po carbonara. Do bësh carbonara. Po ti kjo është, siç e nuk kupton dhe emri, kjo është recetë çame apo jo nëna? Jo, nuk e çame. Tash mos ishte andej nga zona juaj. Do me thënë. Jo. Po dhe çik piper, se më harrove piperin te carbonara. Piperi hedh apo se ke qef? Jo, nuk hidhe piper carbonarës. Okej. Ka pas. Djatë të grirë. Është recetë origjinale. Po më duket se është Ash pastaj. Është pak recetë e shtrenjtë nëna. 6 kokra vezë plus makarona. Kush është e shtrenjtë, more? Flet mirë ti. Më interesit kokën si mirë thot nëna ore. Çaj 6 kokra vezë ka valla, edhe makarona. 6 kokra vezë me sa ka vajt veza? Sa është veza? Gjon, te ne ishte edhe 20. 200 lekë. 20 lekë të 20 re. lekë. 150 lekë. Si pas pronarve që i kanë. Do me thënë veza e marketit apo veza që e sjell ai fshatari? Do me thënë Ai fshatari se ti hash për vete. Veza fshatari 200 lekë ore? Po pse ne na japin këtu në Tiranë 400 lekë, 450 lekë, 500. Po ka dhe këtu 300, more, jo te fshatari, më u thashtë për markete. Ja, në market. Pa dhe duhet ta njohësh. Edhe duhet ta njohësh, më është dhe problemi asaj. O nëna, çka ka dalë një lajm që kanë lajmëruar ato të bashkisë që do ketë shkëputje uji në Vlorë. Është e vërtetë apo? Më dëgjon nënën. Po. 6 kokra vezë duhet po të bësh 500 gram makarona, varet mbas personave. Po ti jetë 250 gram makarona, do i hedhish 3 kokra vezë. Nuk të dëgjoj. Jo, nuk më dëgjoj. Kolegu im Nëne Buko pyet a ka shkëputje uji në Vlorë, thotë. Se ka dalë një lajmërim, është një lajm. Jo, s'është e vërtetë. E pra se jo mor zotri demokratike. Jo. Jo, nuk jam e demokrate, nuk po boll. Jo ti jo, kolegu im, pa ti e në rregull.
Kolegu im është demokrat dhe do të gjej gjithmonë sikur këta të majtët kanë probleme. Jo ka i kuj, Vlora, a ka ujë në Vlorë? Nuk e di, këtu ku jam unë, Ka. të gjem pavarësi, pra. kam ujë në të dhe ditë. Ja, urdhëro. Dakor, nëna Bukurie, shiko. Okej. Të bëj dhe një pyetje unë tani. Të fundit se kemi temën e emisionit dhe do të pyes gjithmonë për këto mesazhet që na dërgojnë në emision. Thot një goc na thot, dëgjoj me vëmendje tani, dhe dua komentin tënd. Mirëmëngjesi çuna, thot, urime për emisionin, dua të ndaj me ju një shqetësim, thot një goc. Jam në një punë private, thot. Shefi më kërkon të dal me të për kafe jashtë orarit dhe më lë të kuptoj që po të dal ose jo, varet kontrata ime, pra varet vendimi i punës. Nuk ma ka thënë drejt për drejt, thot, por qëllimi duket i qartë. Qa të bëj unë, thot, si të veproj në këtë rast? Po, Si veprohet në këtë rast? privat është ajo, privat. Është në privat punon. I pi qa të themu varet nga pronari që ka. A ti komunikoj pronarit i thot për shembull ti thot shiko unë jam goc zbëj nga këtë. Ja, urdhëro, na vjen një koment. Po ti je i bukur pronari, a të dal për kafe? Varet nga pronari. Po që më the tani, ku kam pronar të bukur e të keq mojnam, të tërë në një radhë janë. Pronarin e shikon nga xhepi, nuk e shikon nga syt, tha. Dakor. Mirë na Bukurie. Kur dhe jep në juve emisionin? Ne live jemi në këtë moment. Na dëgjon gjithë Shqipëria unë. Po pastaj kur dhe jep një si? E ke në YouTube? Në YouTube do ta gjesh Express, do ta dërgojmë ne linkun në WhatsApp kur të përfundojë e gjitha, do ta dërgojmë në WhatsApp që ta shikosh gjithë emisionin. Nëne, të falenderojmë shumë. Shumë faleminderit nëna Buko. Të bëfshin mirë makaronat sot. Si që jep të Donaldi atë më limit të punës, ashtu do jep e dhe ki X Factory. Bravo, në YouTube. X Factory. Jepi çdo ditë nëna, çdo ditë. Mirë. Ju përqaputh shumë. Faleminderit shumë. Ditë mbar, ishim me nëna. Përshëndesim nëna Bukon origjinale, si gjithmonë. Origjinale. Bravo, Okej. Do shkojmë me këngën e radhës. Po pra, Artiolën. Po Artiol në dëgjove çfarë më burr, pra Artiola tos këndo. Tash jepi pra shkojmë në një këngë më internacionale, shkojmë me Sabianin. Me Sabianin. Në këtë marrë këtë lësi, kishte binjakët? Tu ishe tit ke tulle pusit. Jo, më është tjetër kënga ajo. Ajo është Metallica që thotë. Metallica. Janë binjakët, është përshëndesim vëllezërit binjak dhe të gjithë binjakët kudo që ndodhen në botë me binjakët si shenjë horoskopi themor. Këtë marrë këtë lë.